Unë mund të them që ka pas bisedime parimore, nuk them që s'ka dhe teknike, por janë në përmbajtjen që atë që ka thonë vetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës pas takimit të kryesisë. Unë tash këtu jam në emrin të LDK-s. Ne kemi një autorizim që është dhënë kryetarit nga kryesia dhe i cili duhet të aprovohet edhe në Këshillin e Përgjithshëm. Mendoj që askush nuk vije nëse s'ka diçka jo 100%, po nëse nuk e ndin veten të përafërt me ideologjinë politike të një subjekti të madh siç është Lidhja Demokratike e Kosovës. Por mos harroni se Lidhja Demokratike e Kosovës mund ta them me përgjegjësi të plotë, pa tingëlluar dhe pa humbur me destinë, është baza themeltare e shtetit dhe demokracisë në këtë vend, nga viti 1989 e deri më sot. Pothuajse edhe ata të moshuarit, por edhe të rinjët kanë kalu përmes këtyre proceseve.